Dekriminalizimi nuk është një proces që duhet të kryhet brenda pak javësh vetëm në funksion të zgjedhjeve vendore të 21 qershorit. Kështu shprehet në një intervistë për News 24, kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo. Sipas tij, ky proces nuk ka të bëjë vetëm me parlamentin, por me një numër të madh institucionesh që janë të prekura nga ky fenomen. Dekriminalizimi është një proces shumë i rëndësishëm që ka të bëjë jo vetëm me parlamentin, por ka të bëjë me të gjithë shoqërinë shqiptare, me të gjithë institucionet shqiptare, politikën shqiptare, me gjyqësorin, pra me një numër institucionesh të cilat janë të prekura nga ky fenomen ose rrezikojnë të preken nga ky fenomen, nga i cili Shqipëria ende nuk po shkëputet për fat të keq. Sipas Milos, kjo është një detyrë e partive politike pasi nëpërmjet strukturave partijake infiltrohen element kriminal në politikë. Do ta konsideroj si një detyrë të dorës parë të vetë strukturave të partive politike, sepse përmes strukturave të partive politike infiltrohet edhe kriminaliteti në politikën shqiptare, për cilën ka dëshmi të pakundërshtueshme dhe të njohura tashmë nga opinioni publik. Milo thot se Komisioni i Posaçëm për dekriminalizimin është kthyer në një arenë akuzash reciproke, ku zgjidhja sipas tij është larg. Dy partitë kryesore politike, majoranca dhe opozita, që duhet të ulen pa parë parasysh interesat e çastit, pa shfrytzuar për të goditur njëra tjetrën, por për të bërë një punë shumë të mirë, kualitative në komisionin që është ngritur posaçërisht për këtë qëllim, dhe që për fat të keq deri tani ka shërbyer më tepër si një arenë akuzash dhe kundër akuzash reciproke midis dy partive të mëdha politike sesa për të gjetur një zgjidhje. Procesi i dekriminalizimit ka mbetur në vend numëro pavarësisht se janë dy drafte për këtë proces, një nga majoranca dhe një nga opozita, ndërsa zgjedhjet e 21 qershorit janë shumë afër, palët nuk kanë arritur ende konsensus për këtë çështje.